Shumë njerëz sot e vlerësojnë dikë për shkak të famës, paraqitjes, pasurisë, postit, pozitës. Ndërkohë tek ne si musliman, njeriu duhet vlerësohet sipas devotshmërisë së tij. Sepse tek Allahu i lartësuar, më i nderuari është ai që i friksohet Allahut më së shumti. Inna akramakum indallahi atqakum. Vllai i nderuar, asnjëherë mos u sill me tjetrin me përbuzje. Vlerësoj njerëzit. Sillu me njerëzit një lloj. Respektoj të gjithë, si të pasurin, si të varfrin. Vlerësoje për atë që është njeriu. Ndoshta ndodh që një njeri, ndoshta flokët e tij nuk i ka të pispillosura, veshja e tij ndoshta është një veshje e thjeshtë. Ndoshta ndodh që ky njeri mund të trokas në derën e dikujt me post e pozit, apo derën e dikujt dhe ata e përbuzin, por ky njeri ndoshta po t'i kërkojnë Allahut të lartësuar diçka, Zoti i gjithësisë ja realizon atij. Prandaj asnjëherë mos e përbuz tjetrin. Mundohu të sillesh me të gjithë mirë, se kështu na mëson Islami. Le të jetë shembull për ne profeti alayhis salam, i cili rinte me të gjithë, sillej mirë me të gjithë, i vlerësonte të gjithë njerëzit. Allahu na poft që të kemi profetin alayhis salam për shembull. Amin.